Përshëndetje të nderuar miqtë e mia, ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV, këtë herë për të sjellur pranë jush një temë e cila po përflitet shumë në rrjetet sociale, konkretisht në TikTok. Besoj ju ka rënë në vesh Hati dhe Jashari, një çift që po bëjnë një jetë mega lukse me makina shumë të shtrenjta në çmime deri 4-5 milionëshe, ëndra e të rinjve të ditës së sotshme, duke ndjekur këtë vajzë me intensitet shumë të lartë. Dhe kjo vajzë duke krijuar një fabull që në fakt tërhiqte pranë vetes një audiencë të frikshme. Live-i i Hatit ka arritur të shkojë deri në 12.000 ndjekës live të cilët po ndiqnin jetën e Hatit dhe po ndiqnin çdo moment që Hati po bënte. Le të themi u shndrua në një fenomen të rrjeteve sociale. Por ditët e fundit, konkretisht të 3 muajt e fundit, Hati siç duket ka një krisje në martesën e saj me Jashari, një njohje që ka ndodhur që në 16 vjeç kur ka qenë Hati, por siç duket çdo gjë ka marrë fund. Ndoshta mund të jetë ndikim që lidhet edhe me pasurinë e familjes së Jasharit, pasi që edhe shteti mund të bëhet kurioz se nga ku po vinë gjitha këto lekë për të harxuar deri në 4 milion euro për një makinë. Në një kohë kur rrjetet sociale ndikojnë fuqishëm në perceptimin e jetës, ku imazhi shpesh zëvendin e realitetit dhe luksit nganjëherë të kalon çdo përmas normale. Embri i Hatit është shndruar në një ikonë të jetës ekstravagante dhe të patundshme për shumicën. Ajo u bë e njohur për publikun përmes postimeve të saj ku shfaqej në makinat më të shtrenjta, pushime luksoze, veshje të markave të njohura botërore dhe një partner që gjithashtu nuk kursente asgjë për të krijuar imazhin e një çifti që jetonte një jetë alla sheiku. Partneri i saj Jashari, një djalë i ri me një pasuri maramëndse që për publikun shpesh dukej si një figure e dalë nga filmat arabe të luksit dhe pushtetit, ishte një emër që përkonte në jetën që ata të dy shfaqnin bashk. Makina sportive miliona euroshe, shpenzime maramëndse, udhëtime private e një jetë pa kufi. Por pas viteve të përbashkëta, ku jeta dukej si një përrallë moderne, me shiari, gjithçka tjetër mori fund. Një rrëfim ndryshe, Hati flet hapur me Anabel dhe Dalina Buzin. E ftuar në emisionin Anabel me Dalina Buzin, Hati vendosi të flasë për herë të parë me ndershmëri dhe qartësi për fundin e kësaj marrëdhënie, që ishte kthyer në një simbol të jetës luksoze në përjet. Me një ton të qetë por të sigurt, Hati konfirmoi se martesa e saj me Jasharin ka përfunduar dhe se kjo ka qenë një vendim i ndërgjegjshëm dhe i pavarur nga ana e saj. Nuk është se Jashari më bëri mua të pasur, u shpreh ajo, duke i dhënë një shuplak të butë të gjitha zërave që e kishin reduktuar figurën e saj në një grua që përfitoi nga një burr i pasur. Sipas saj, Hati ka qenë e qetë gjithmonë dhe një vajzë me një standard të lartë jetese që para se të lidhej me Jasharin, makinat luksoze si Porsche apo Audi me shifra që kapnin harxime deri në 4 milion euro vetëm për automjete ishin pjesë e realitetit të saj të përditshëm. Kjo deklarat bëri bujë duke thumbuar publikun dhe perceptimet e krijuara ndër vite për raportin e saj me pasurinë. Një ndarje, por jo një humbje. Ajo që e bën rrëfimin e Hatit më të veçantë është qasja e saj ndaj ndarjes, në vend që të përpiqej të luante rolin e viktimës apo të shfaqte keqardhje për fundin e një marrëdhënie që për shumë do të ishte e ëndërruar, Hati tregoi fuqinë emocionale dhe qartësinë shpirtërore. Ajo pranoi se ka qenë në një histori e gjatë që kishte filluar që në moshën 16 vjeç, kur ajo dhe Jashari ishin ende shumë të rinj. E kam njohur Jasharin që fëmijë, tha ajo, duke theksuar se ajo lidhje nuk kishte vetëm për interes apo imazh, por kishte pasur një bazë ndjenjash të forta dhe respekte të ndërsjellë. Por jeta, siç ndodh shpesh, sjell sfida që ndonjëherë janë përtej kontrollit të dashurisë. Hati e ka përjetuar ndarjen jo si një dështim, por si një kapitull që duhej mbyllur dhe që i ka sjellur më shumë qartësi në jetën e saj personale dhe shpirtërore.
Ndër rrëfimet më të sinqerta dhe më prekëse që Hati ndau në intervista ishte lidhja e saj e thellë me Zotin. Ajo deklaroi se është një njeri me ndjeshmëri të lartë shpirtërore dhe se gjithmonë ka gjetur forcën për të ecur përpara te besimi i saj. Unë kam një lidhje shumë të fortë me Zotin dhe çdo vështirësi që e kaloj me ndihmën e tij, u shpreh ajo duke hedhur dritë mbi anën e saj të brendshme, atë që nuk shihet në rrjetet sociale. Kjo qastje i ka dhënë Hatit një dimension të ri, duke e nxjerrë nga roli i një vajze luksi dhe duke e pozicionuar si një grua që përtej imazheve dhe pasurisë është e vetëdijshme për vlerat e vërteta të jetës. Tashmë që ajo ka vendosur të mbyllë këtë kapitull dhe të ndjek rrugën e saj, nuk është çudi që Hati të nisë një rrugtim të ri, ndoshta më të thjeshtë, por më të thellë dhe më të sinqertë. Ajo nuk mohon të ketë të kaluarën e saj luksoze, por as nuk e përdor atë si një stre për të qëndruar në qendër të vëmendjes. Përkundrazi, Hati po e rimodelon imazhin e saj, po ndërton një identitet të ri ku forca, pavarësia, besimi dhe vetëdia janë shumë thelbësore. E nga gjithë kjo histori, ajo çfarë mbetet për publikun nuk janë vetëm fotografit në Lamborghini apo videot në hotelet të klasit të lartë, por mesazhi një vajze që kuptoi se luksi i vërtet është paqja e brendshme dhe se ndonjëherë edhe rrugët më të ndritshme mbarojnë për të hapur rrugët dhe udhëtime të reja më të vërteta. Hati nuk është më vetëm një figurë në rrjetet sociale, ajo është një grua që vendosi të flasë hapur, të ndahet nga e kaluara me dinjitet dhe të ecë përpara jo me Porsche, por me besim, qartësi dhe respekt për veten, dhe kjo është pasuria më e madhe që mund të ketë një njeri. Domethënë, ky është rrëfimi i Hatit, një vajzë e cila tronditi median shqiptare, domethënë nuk bëhe komentuar në rrjetet sociale. Hati deri më tani ishte shumë e lumtur, por marrëdhënia e saj me Jasharin zyrtarisht tashmë ka përfunduar.